Mjeku çudi dë botën, ky gabim që bëni kur gatuani orizin mund t'ju kushtojë jetën. Orizi është një nga ushqimet me të cilën preferojmë të shoqërojmë shumë nga vaktet tona pasi përmban 20 shtek dhe është në kategorinë e karbohidrateve, por në të njëjtën kohë ka kalori minimale. Nuk ka shumë mënyra për ta gatuar, por edhe një vak kaq të thjeshtë mund të gaboni kur humbisni disa nga rregullat bazë. Një prej tyre është edhe shtimi i vajit të ullirit në gatimin e orizit. Vaji i ullirit mund të jetë një ushqyes për t'i dhënë shije dhe yndyrë shtesë, por në disa raste ai nuk mund të përshtatet dhe mund të krijojë një disbalancë të keqe të organizmit tuaj. Ekspertët thonë se shtimi i vajit të ullirit gjatë gatimit të orizit mund të jetë fatal edhe për shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, kur gatuani oriz, është më mirë të shmangni shtimin e vajit të ullirit. Por cila është arsyeja pse nuk duhet të shtoni vaj ulliri gjatë gatimit të orizit? Nëse dëshironi një oriz super pikant ose edhe një risotto të shkrirë, është më mirë që të përdorni gjallë. Së pari, kombinimi i tij i një orizi basmati do t'jap një aromë shtesë që i nevojitet edhe yndyra që i mungon. Më pas, kombinimi i gjalpit me oriz mund të ndihmojë edhe në elementët më të mirë të tretjes së tyre, duke evituar kështu rrëndesën në stomak. Kështu që herën tjetër që dëshironi të përgatisni orizin tuaj, zëvendësoni vajin e ullirit me gjalp, e cila do t'jetë mënyra më e mirë për të patur një gatim më të mirë dhe gjithashtu të mos shkaktojë rrëndesë të stomakut tuaj. Vaji i ullirit është një ushqim i këshillueshëm nga ekspertët, por në kombinim me orizin nuk është zgjedhja më e mirë, e cila jo vetëm se do të humbasë shije në gatim, por nuk do të jetë edhe aq cilësor për organizmin tuaj. Ndoshta do t'i duket çudi nëse do t'ju thomin se keni gatuar gabim orizin deri më tani. Kur është formuar një shtresë orizi e trash me ngjyrë kafe në fund të tenxheres, kemi menduar se kemi përdorur gabim raportin e ujit me orizin, por një ekspert i gatimit na sjell edhe disa të dhëna për të shpjeguar pse orizi duhet të gatuhet në mënyra të ndryshme. Çelësi sipas tij është të minimizoni avullimin e gatimit të orizit. Jemi mësuar që në raportin ujë-oriz të jetë gjithmonë 2:1, por jo gjithmonë orizi gatuhet në mënyrë perfekte. Eksperti tregon se për të gjetur një raport të zgjidhur për të krijuar një trajtim më të mirë të gatesës suaj, duhet të bëni disa mënyra natyrale të gatimit të tij. Ekspertët tregojnë se duhet të tregoheni të kujdesshëm me llojin e orizit që zgjidhni. Është e vlefshme të gjeni edhe mënyrën e gatimit të tij, pasi ka lloje të ndryshme të orizit, siç është orizi i kaf, orizi i bardhë dhe të tjera. Përgjigjja sipas ekspertit ka të bëjë me mënyrën se si avullon orizi juaj. Nëse e lini atë që të avullojë për një kohë të gjatë, kjo do të bëjë që ai do të ngjitet në fund të tenxheres dhe nuk do të krijojë gjithashtu shijen që ju keni dëshiruar. Nëse keni një tenxhere me kapak jo shumë të mirë, do të ketë më shumë avull që do të dalë prej saj. Nëse e puthitni mirë, do të keni më pak avull që do të dalë prej saj. Mënyra ideale për të kufizuar total avullin është që ta gatuani gjithashtu në një tenxhere të mbyllur mirë. Pra, nëse doni që orizi kur gatuhet të mos shëngjitet në fund të tenxheres, sigurohuni që të mos dalë një sasi e madhe e avullit prej tij, pasi kjo do të bëjë që të humbasë shumë lëng në gatim dhe të krijojë gjithashtu një oriz më të ngjitshëm, i cili jo vetëm që do të humbasë shijen e mirë, por gjithashtu nuk do të jetë më i konsumueshëm. Orizi është një nga ushqimet që konsumojnë shumica e personave në ditët e sotme. Procesi i gatimit të orizit është ndër më të thjeshtët, por që nuk rezulton ashtu. Pak kohë më parë kemi treguar rreth metodës së saktë të gatimit dhe sot do ju përgjigjemi një pyetje. A është vërtet i nevojshëm larja e orizit përpara gatimit? Njerëzit të cilët nuk e lajnë orizin përpara gatimit besojnë se nxehtësia gjatë gatimit është e mjaftueshme për të larguar dhe vrarë të gjitha mikrobet, por nuk lidhet gjithçka me këtë të fundit. Një ndër ndryshimet midis orizit të larë dhe atij që nuk lahet është se lidhet direkt edhe me teksturën e tij.
Nëse ju e shplani përpara se ta hidhni në tenxhere, kokrat e orizit do t'jenë më të ndara dhe nuk do të ngjiten. Kokrat do të bymehen dhe do të zjejnë akoma më shpejt. Nga ana tjetër, nëse nuk e lani orizin, do t'jetë gjithashtu edhe një rezultat jo i mirë. Kokrat do të ngjiten me njëra tjetrën dhe tekstura e tyre do t'jetë akoma edhe më e qullosur. Përveç kësaj, orizi i palar ndërsa vlon ka më shumë fluska se sa orizi i lar. Orizi vetëm ka në përmbajtje një seshte, por shpërlarja e kësaj të fundit eliminon gjithashtu një sasi të mirë të një seshtes. Kur gatuhet një seshteja do të bashkojë kokrat së bashku, dhe nëse nuk ju del cilësia e mirë e orizit, atëherë kjo mund t'jetë për këtë arsye. Një arsye tjetër pse ju duhet të lani orizin përpara se ta gatuani është sepse ai për të ardhur deri në kuzhinën tuaj ka përshkruar një rrugë të gjatë dhe mbi të është ngarkuar dhe zgarkuar në pjesë të ndryshme të kamionave të cilat përmbajnë edhe një sasi të madhe të pluhurit. Pra, mendojeni sërish, nëse orizi që po përgatisni është vërtet i pastër ose jo. Prandaj për të evituar të gjitha mbetjet dhe pluhurat të cilat janë marrë nga orizi gjatë kohës të transportit, është më mirë që ta shplani atë me ujë të bollshëm. Kështu jo vetëm që do të keni një element më të mirë të gatimit dhe më pak metale të rënda gjatë transportit që mund të kenë marrë nga pluhurat, por mbi të gjitha nuk do të keni një oriz që ngjitet. Kjo është një teknikë e cila do ju ndihmojë që të gatuani orizin më mirë dhe gjithashtu të ketë një shije akoma dhe më të veçantë. Orizi gjithashtu mund të shkaktojë helmim ushqimi nëse nuk ruhet edhe nuk trajtohet si duhet, sidomos pas gatimit. Bakteriet Bacillus që mund të gjenden te orizi janë mjaft të përhapura dhe mund të mbijetojnë edhe në kushte të ndryshme. Prandaj ekspertët tregojnë se nëse gatuani orizin duhet ta konsumoni atë brenda 24 orëve. Të mos e mbani në ambientet e jashtme të shtëpisë, siç është për shembull në ambientet e jashtme të kuzhinës, por duhet ta mbani në frigorifer. Edhe gabimi i rrallës që bëni është se atë e ringrohni. Kjo mund të shkaktojë helmim të ushqimit dhe gjithashtu mund t'ju kushtojë shumë shtrenjtë. Për të minimizuar një gjë të tillë, shërbeni orizin menjëherë pas gatimit dhe mos e lini atë që të qëndrojë më shumë se sa duhet. Nëse të ka mbetur oriz, e vendosni atë sa më shpejt jetë mundur në frigorifer, por jo më vonë më shumë se një orë. Përdoreni orizin e mbetur brenda 24 orëve dhe siguroni që ta konsumoni atë jo të ringrohur sipas shërbimit kombëtar të Anglisë NHS. Ringrohja e orizit mund të shkaktojë helmim, prandaj në këto raste tregoni të vëmendshëm me përdorimin dhe gatimin e tij. Mos e ringrohni nëse doni më shumë se një herë, pasi kjo mund të shkaktojë helmim të organizmit. Këto masa do ju ndihmojnë që përveç se të merrni elementet më të mirë të gatesës me oriz, por edhe të mos shkaktoni rëndëse të shëndetit tuaj. Ndjekja e kësaj rregullore hap pas hapi në dietën tuaj të përgjithshme, sa herë që gatuani oriz, do ju ndihmojë që të jeni më të shëndetshëm dhe gjithashtu të merrni përfitimet e tij të rëndësishme. Orizi është një nga ushqimet bazë të shëndetit të njeriut. Studimet e reja thonë se ngrënia çdo ditë e orizit i ndihmon ata të kenë një kujtesë më të mirë dhe gjithashtu edhe një peshë akoma dhe më të shëndetshme. Sipas studimeve, një shërbes me oriz mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dietën tuaj të përgjithshme, në mbajtjen e peshës trupore më nën kontroll dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Pra nëse doni që të përfitoni nga orizi, konsumojeni si duhet. Orizi është mjaft i mirë për sa kohë është një element ushqyes brenda standardeve. Është më mirë që të zgjidhni orizin kafë sepse do të përmbajë të gjitha lëndët ushqyese që ai i ofron. Kështu nuk do të keni edhe një organizëm më të rënduar. Fibrat që gjenden te orizi kanë shumë përfitime për sistemin tuaj tretës, duke ndihmuar shumë në këtë aspekt të shëndetit. Studimet kanë treguar se një regjim ushqimor i pasur me fibër është shumë i dobishëm në menaxhimin e niveleve të larta të kolesterolit dhe uljes së rrezikut të problemeve të shëndetit të zemrës. Sipas të dhënave, orizi kafë përmban magnez, mangan, zink, të cilat gjenden gjithashtu edhe te orizi i bardhë. Por tek orizi kafë janë edhe më të pranishme
për shkak të përfitimeve të tij. Gjithashtu, gatimi dhe servirja e orizit duhet jetë mjaft e kujdesshme. Ekspertët sugjerojnë se orizin kur e gatuani duhet ta konsumoni brenda 24 orëve, nuk duhet ta alini në ambientet e kuzhinës jashtë ngrirjes më shumë se 1 orë, pasi kjo do të krijojë gjithashtu rritjen e bakterieve dhe prishjen e tij, e cila me kalimin e kohës mund t'ju cënojë edhe shëndetin. Nëse doni ta ringrohni orizin e frigoriferit, mos e ringrohni më shumë se 1 herë, pasi kështu mund të nxjisë krijimin e komplikacioneve të shëndetit deri në helmim. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.